Erdogan nga Haga, sa kohë KFOR-i turk ndodhet në veri të Kosovës, nuk do të ketë probleme. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan gjatë fjalës së tij në samitin në Haga ka folur për situatën në veri të Kosovës dhe prezencën e KFOR-it turk në vend. Erdogan tha se pjesëtarët e KFOR-it turk janë në rajonin e Ballkanit Perëndimor për paqe dhe qetësi. Ai shtoi se për sa kohë që KFOR-i turk ndodhet aty, shpreson të mos ketë ndonjë problem. Siç e dini, KFOR-i turk është në rajon. Pse është në rajon? Për paqe, për qetësi. Dhe përderisa ne jemi atje, dash Zoti, të mos kemi probleme atje, deklaroi Erdogan në konferencën me media për samitin e NATO-s në Hagë, teksa u pyet për situatën në veri të vendit nga një gazetar i Kosovës. Në samitin 2 ditor në Hagë, 32 shtete anëtare të NATO-s kanë rënë dakord të shpenzojnë 5% të GDP-së së tyre për mbrojtje dhe siguri deri në vitin 2035. Pas muajsh presioni nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Pragu i ri u bën thirrje anëtarëve të kushtojnë 5% të ekonomisë së tyre mbrojtjes thelbësore dhe fushave të sigurisë që lidhen me të. Ky është një hap që synon të rrisë aftësinë kolektive të NATO-s në një epokë të kërcënimeve gjeopolitike në rritje, veçanërisht nga Rusia.